Festat e fund vitit bëhen më të bukura dhe më mbreslëndse, kur shkëmbej me njerëzit tanë më të dashur dhurata. Sipas librarive kryesore të kryeqytetit, ditët e fundit është vënë re një fluks shitjesh të librave, të cilët kanë si destinacion të dhurohen. Të rriturit, si libra të preferuar kanë botimet e shumë përfolura të Ben Plushit, Edi Ramës, por nuk mbeten prapa edhe libri i Helena Kaderes, Kohë e pamjaftueshme. Ka pasur një pure goxha të blerësve që preferojnë goxha për të bërë dhurat një libër. Janë këto librat historik të cilët janë përfolur edhe goxha dhe nëpër media, dhe meqense po vinë tashti edhe emigrantët për të festuar dhe ata vitin e ri si gjithë të tjerët, atëherë janë më tepër të librat që janë libri Ben Blushit, libri Elena Kadares, libri Kurbani Edi Ramës, libri Spartak Njelës, do me thënë janë më tepër të shitur që i dhurohet atyre për vitin e ri. Shitje të konsiderueshme kanë edhe librat e autorëve klasik, ku më së shumti mbizotrojnë romanet. Vjen mirë që janë kthyer te dhuratat ose te librat klasik. Për shembull, mund të them te Drazi, te Balzaku, te Dostojevski, tek Zvajku, domethënë preferojnë letërsinë klasike. Ndërsa për sa i përket prindërve dhe gjyshërve, ata preferojnë që për të veçlit e tyre të dhurojnë libra enciklopedik, pasi sipas tyre, fëmijët mund të marrin informacion më të plotë dhe më të dobishëm.